Aparaturat për prodhimin e bitcoinëve që po shehni janë në pronësi të marrin Gjonajt, bosi të energjisë elektrike në Kosovë, dhe ky është një operacion special i vitit 2022 nga policia shqiptare. Kjo ndërhyrje për konfiskimin e kësaj makinerie e kryer nga një siti për krime kibernetike në 2 fshatra të Durrësit kishte rezultuar me arrestimin e 3 personave. 4 të tjerë ishin shpallur në kërkim. Në mesin e tyre ishte edhe Marin Gjonaj. Gjonaj shpëtoi nga kërkimi policor për t'u katapultuar 4 vjet më vonë në majën të tregut energjetik në Kosovë, përmes kompanisë së tij ETMT Energy, e cila sipas të dhënave ekskluzive të Vox Kosova qarkulloi 24.500.000 euro vetëm në janar e shkurt të vitit 2026, dhe atë me vetëm një punëtor të regjistruar e me zyre në dry. Vështirë të quhet rastësi. Vox Kosova ka arritur të dokumentojë të vërtetoj lidhjet e të kërkuarit nga drejtësia që më vonë u bë biznesmen me pushtetin e vetëvendosjes në Kosovë. Këto janë fotografi që shfaqen për herë të parë në media dhe janë të shkrepura në Emiratet e Bashkuara Arabe në prill të vitit 2025, koha kur Gjonajt filloi të fluturoj pasuria në Kosovë. Në anën e djathtë të imazhit shfaqet Marin Gjonaj. Në të majtë, zëvendësministri i ekonomisë, dikasterit përgjegjës për rrymën në Kosovë, Getoar Mjeku. Në mes qëndron ambasadori i Kosovës në Emiratet e Bashkuara Arabe, Xhaber Hamiti. Ka edhe fotografi të tjera, ku zyrtarët e Emirateve befasisht zgjedhin që në një takim të vetëm të presin bashk biznesmenin nga Shqipëria dhe zëvendësministrin nga Kosova. Apo kjo tjetra, ku Gjonaj shfaqet në një event me deputetin e vetëvendosjes Ejup Ahmeti, me të cilin ka dhe lidhje biznesore. Të dy janë pronar në kompaninë Top Fruits, ish Doni Fruits, përmes së cilës dyshohet se kanë keq përdorur 1.2 milion euro grante e përrjedhoi shteti shqiptar po kërkon që ata t'i kthejnë mjetet. Përgjatë viteve të veprimtarisë së tij, Gjonaj është përmendur në shumë skandale korruptive në Shqipëri. Sipas mediave në Tiranë, emri i tij gjendet në dosjet e strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, e njohur ndryshe si SPAK. Ai dyshohet se ka pasur rol si sekser teknik në aferën korruptive të ish-presidentit Ilir Meta dhe sipas raportimeve është marrë edhe në pyetje. Së fundmi, gazetarë në Shqipëri e lidhin me shfrytëzimin e afërsisë me ish-zëvendës kryeministren Belinda Balluko, e akuzuar për korrupsion, për të siguruar toka kullotash me vendime të këshillave bashkiak për ndërtimin e një parku fotovoltaik. Është e çuditshme se si një individ i tillë me kaq shumë skandale futet në tregun energjetik në Kosovë dhe vendos ligjin aty. Por çudia zvoglohet kur sheh lidhjet e tij biznesore me pushtetarët në Kosovë. Nga Martini te Marini rruga nuk kalon në përrastësi, por në përpushtet si e vetmja urë që i lidh pa u prishur zinxhirët e interesit.